Ndërmjet 2011 dhe 2023, popullsia ka pësuar një rënje në të gjitha qarqet e vendit dhe për Tiranën ka rritje me vetëm 1.2%. Sipas të dhënave të Instat në të gjithë qarqet me përjashtim atë të Tiranës, popullsia ka ardhur në rënje gjatë periudhës 2011-2023 në një rang ndryshimesh prej 28.3% në qarkun e Shkodrës dhe 27.3% në qarkun Kukës, deri në 0.7% në qarkun e Beratit. Shprehur në vlerë absolute, Elbasani dhe Shkodra kanë plusuar rënjen më të lartë të popullsisë. Në anën tjetër, popullsia e qarkut të Tiranës është rritur me 1.2%, më së shumti prej migracionit të brendshëm. Rritja e popullsisë në Tiranë dhe rënja në qarqet e tjera rezulton në rritjen e përqindjes së popullsisë banuese në Tiranë nga 26.8% në 2011 në 31.6% në 2023. Përafërsisht, 1/3 e popullsisë shqiptare banon në qarkun e Tiranës. Qarku i dytë me përqindjen më të lartë të popullsisë është Fieri me rreth 10%, ndjekur nga qarku i Elbasanit me 9.7% ndaj popullsisë gjithsej. Kuksi dhe Gjirokastra kanë përqindjen më të ulët me 2.6% dhe 2.5% të popullsisë përkatëse. Shpërndarja e popullsisë në territorin e Shqipërisë tregon një përqendrim në Fier, Durrës dhe veçanërisht në Tiranë. Rezultatet e censit 2023 treguan se popullsia e vendit ra me ritme më të shpejta se 2 dekadet e para të tranzicionit. Shqipëria kishte 2.402.113 banor mes natën e së dielës dhe mëngjesin e së hënës, 17-18 shtator 2023, prej të cilëve 49.6% janë meshkuj dhe 50.4% femra. Krahasuar me të dhënat e censit 2011, popullsia e vendit është paksuar me 14.8%. Kjo rënje ishte më e lartë se në periudhën 2001-2011, ku popullsia ra me 9.6% ose rreth 300.000 persona, teksa në dekadën e parë të tranzicionit, popullsia e vendit u tkurr me vetëm 3.1%. Të dhënat tregojnë se emigracioni është shkaktar kryesor i rënjes së popullsisë, pasi gjatë 2011-2021 vendi kishte shtesë natyrore pozitive me mbi 88.000 persona. Popullsia e vendit do të ishte rreth 2.9 milion banor. Përveç paksimit, struktura e popullsisë është plakur dhe moshat e vjetra dominojnë strukturën e popullsisë. Të dhënat se censi 2023 tregojnë se mosha mesatare e popullsisë arriti 42.5 vite, duke u rritur me 7 vite nga viti 2011, kur ky tregues ishte 35.5 vjet.